Së fundi bashkëkryetari Guxo Faton Peci njoftoi se avokati i njohur Gazmenta Lilaj i është bashkuar kësaj partie politike. Dera jo në partinë Guxo është gjithmonë e hapur për profesionist, idealist, patriot, për njerëz të mirë të këtij vendi. Prandaj jemi të lumtur që avokati i njohur nga Drenasi, Gazmenta Lilaj, po na bashkangjitet në rrugëtimin tonë për një Kosovë çdo herë më të mirë e më të përparuar, ka shkruar Peci në rrjetet e tij sociale. E në lidhje me këtë aderim dhe vendim për përfshirje në politik, ka folur avokata Lilaj. Së pari ai tregon arsyet që e kanë shtyrë të hyjë rrugës së politikës, ndërsa foli dhe për platformën që i ka ofruar Guxo. Perspektiva e listës Guxo është premtuese, pavarësisht se është një parti e re. Qasja e saj me çështjet e drejtësisë, integritetit dhe reformave është ajo që i duhet vendit tonë. Me një qasje të hapur dhe të bazuar në vlera, besoj se do të zërë një vend të rëndësishëm në skenën politike, ka thënë ai. Halilaj tregoi se Grevallën dhe Pecin ka pasur bashkëpunim profesional dhe më parë, kur ndër të tjera theksoi se fusha e drejtësisë do të jetë primare për të. Kam pasur kontakte dhe bashkëpunim profesional me zotin Peci dhe zonjushën Grevalla në të kaluarën, sidomos në fushat që lidhen me drejtësinë dhe politikat publike. Qasja e saj me çështjet e drejtësisë, integritetit dhe reformave është ajo që i duhet vendit tonë. Me një qasje të hapur dhe të bazuar në vlera, besoj se do të zërë një vend të rëndësishëm në skenën politike. Po ashtu avokati foli edhe për bllokadën institucionale, si dhe kërkesën e fundit të OVL-SUÇK-s për zhbërjen e speciales. Kërkesa për zhbërjen e gjykatës speciale është një çështje komplekse. Ajo është e themeluar si rezultati i marrëveshjeve ndërkombëtare dhe përmbushjes së obligimeve ndërkombëtare të Kosovës. Në parim ndryshimja për zhbërja e saj është shumë e vështirë dhe kërkon konsensus ndërkombëtar, që aktualisht nuk është i pranishëm. Megjithatë, duhet të kemi një diskutim të hapur për rolin e drejtësisë tranzicionale dhe për të garantuar një proces të drejtë për të gjithë. I pyetur për bashkëpunimin e Guxos dhe LVV-s, ai është shprehur se ky bashkëpunim ka qenë i rëndësishëm për realizimin e shumë reformave në vend. Lista Guxo ka kontribuar me ide dhe njerëz profesionistë në qeverisje. Sigurisht që çdo bashkëpunim ka sfidat e veta, por është e rëndësishme që qëllimi i përbashkët të jenë interesi i qytetarëve. Është si një aleancë funksionale që mund të forcohet në të ardhmen.